Në Prishtinë protestohet ndaj propozimit të ZRE-s për rritjen e çmimit të rrymës për rreth 15%. Paralajmërohet sërish protestë në 11 prill nëse ZRE-ja nuk zmbrapset. Shembet dheu në një vend punishte në Veternik. Një punëtor 40 vjeçar nxirret i vdekur e një tjetër dërgohet në ÇKUK. Policia thotë se po punojnë për sqarimin e rrethanave. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas javën e ardhshme do ta vizitojë për herë të parë Ballkanin Perëndimor, por jo edhe Kosovën. Pacientët mbesin viktime procesit që ka për synim nivelimin e çmimit të barnave në treg. Kompanitë farmaceutike duan fitim të shumëfisht, MSH-ja nuk reagon ndaj mos furnizimit. SBA-ja nis zbatimin e tarifave fillestare prej 10% të vendosura nga Trumpi. Dikimi i tyre ndihet në të gjithë botën. Tregjet e aksioneve në SBA pëson humbje triliona dollarësh. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet të mbrëmjes. Qytetarë të shumt janë mbledhur të shtunën para ndërthesës së qeverisë për të protestuar kundër propozimit të zyrës së rregullatorit për energji për shtrenjtim të çmimit të energjisë elektrike prej 15%. Organizatorët nga nisma asnjë cent më shumë paralajmëruan se nëse ky institucion nuk zmbrapset nga kjo ide, në 11 prill do të protestojnë sërish, dhe sa ajo protestë do të jetë edhe më masive. Propozimi për rritjen e çmimit të energjisë prej 15% ka grumbulluar qytetarë të shumt në sheshin Skënderbeu në kryeqytet, duke i kërkuar zyrës së rregullatorit për energji që të zmbrapset nga ky vendim. Me mbishkrimet nuk paguajnë për dështimet tuaja, fatura jon, pasuria juaj, ndal varfrimit të qytetarëve, stop vjedhjes me tarifa, qytetarët nuk janë bankomat, rryma për jetë jo për profit. Qytetarët i kërkuan qeverisë dhe aktorëve të tjerë që të mos u bëjnë favor kompanive private në dëm të qytetarëve. Besnik Shabiu, aktivist i nismës asnjë cent më shumë, që organizoi protestën, ka thënë se presin nga institucionet që deri më 11 prill të reflektojnë. Deri ditën e premte, kur do të jetë data 11 prill, dita kur pritet që ZRE të merr vendimin, ne presim që institucionet relevante të reflektojnë dhe dalin para qytetarëve të heqin dorë nga kjo poshtërsi. Nëse nuk ndodh kjo, do të jemi detyruar që të ngrisim zanin, sot jemi mira, do të bëhemi edhe mira sosh, ndoshta edhe qindra mira, dhe nuk do të lejojmë në asnjë formë që jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës të vështirësohet. Aktivisti Ali Sefaj, teksa ka kritikuar edhe gjuhën e ministrës së ekonomisë Artane Rizvanolli të përdorur ditëve të fundit, ka paralajmëruar se nuk do të ndalen deri në arritjen e qëllimit. Ne jemi të vendosur, jo veç asnjë cent më shumë, po ne nuk shtyhem asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, asnjë hap më pas, derisa ata të realizojnë kërkesat tona, për arsye se nuk kanë të drejtë. Më na shtrejtu jetën tonë, më na vendos në vështërsi, më na pamundësu, mbi shkollu fëmijën si duam dhe më u përkujdes për të moshuarit tonë. Në mbrojtje të asnjë cent më shumë, e besa bes, protestuesit kanë marshuar drejt ndërtesës së Ministrisë së Ekonomisë në sheshin Zahir Pajaziti. Nga aty, aktivisti Dibran Hoxha drejtoi një sër akuzash ndaj institucioneve qendrore. Keci po abuzon me rritjen e çmimeve. E në kurrit qytetarëve, kjo barë po rënon çdo ditë më shumë. Kësaj barë, po i rrimojnë të jarënu qytetarëve, edhe qeveria, edhe Ministria e Gjejstikave, edhe ZRE-ja që ka po shëptore e kecit. Boll është boll, asnjë qëndë më shumë! Protesta u përmbyll teksa protestuesit vendosën pankarta tek hyrja e ndërtesës së Ministrisë së Ekonomisë dhe paralajmëruan nëse ZRE-ja nuk zmbrapset nga propozimi për rritje të çmimit, më 11 prill do të protestohet sërish. Dy punëtorë që ishin duke punuar në një vend punishte në lagjën Veternik i ka zënë dheu dhe që është shembur derisa ata ishin duke punuar. Njëri nga ata nuk i ka mbijetuar shembjes dhe që është nxjerr nga aty pa shenja jete. E tjetri është jashtë rrezikut për jetë dhe është duke u trajtuar në klinikën emergjente në ÇKUK. Policia është duke punuar për sqarimin e rrethanave. Një person ka vdekur dhe një tjetër ka mbetur i lënduar si pasojë e shembjes së dheut në një vend punishte në lagjën Veternik në Prishtinë. Në polici bën të ditur se kanë marrë informacionin rreth orës 13 se 2 persona janë zënë nga shembja e dheut në rrugën Gjilani.
Nga informacionet e para është bërë ditur se njëri nga ata është nxjerrë nga aty dhe po e merr trajtimin e nevojshëm mjekësor në QKUK, ndërka shfatkeqësisht tjetri, mashkull, rreth 40 vjeç, është konstatuar pa shenja jete nga ana mjekëve emergjent. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin e shtetit, si dhe mekanizmat e tjerë të nevojshëm, po vjen punën për sqarimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. Zëvendës komandanti i zjarfikësve në Prishtinë, Abdusamet Shkodra, ka thënë se ekipet e tyre intervenuan për një kohë të shkurtër për të nxjerrë 2 punëtorë të zënë nga dheu. Ka rëshit një satësi e dhejot dhe ka zonë dhe 2 punëtorë. Ekipi zjarfikësave kanë nxjerrë njërin punëtor me të mëri në vendin e ngjarjes, do të thotë për një kohë shumë të shkurtë. Kuptohet e këtë punëtorin e parë do të kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat, kurse edhe i dyti është nxjerrë më vonë nga rënojat, por pa shenja jete, do të zjarfikësit që kanë dorëzuar ekipe dhe mjekësore, të cilët e kanë konstatuar dhe vdekjen e personit të dytë. Në vendin e ngjarjes disa orë më pas doli edhe kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi. Ai bëri të ditur se vetëm gjatë 3 mujorit të parë të vitit, në vendin e punës kanë vdekur 8 punëtorë. Neve sot këtë rast e kemi rastin e 8 brenda 3 mujditët që kemi humbur jetrat e njerëzve. Dhe merrni me mend që sa jemi aktiv në ruajtjen e jetës së njerëzve, domethënë ky rast sot ka ndodhur dhe pas nesër më nuk mirret askush. Kjo është ajo për cilën ne si sindikat kemi kërkuar që në këto raste ato mund të ndodhin, po kështu nuk guxon me ndodh, po ndodh vetëm te ne dhe ne ta kemi gjithsesi qeveria e Kosovës ta ketë një fond të veçantë i cili do të mirë me raste të tilla, sepse ky njeri që ka ardhur ka rrezikuar jetën, sigurisht se gjendja e tij sociale është shumë e rëndë. Të dhona po të bojnë me dije se ne e thash edhe më herët, absolutisht ne nuk po na intereson a vdes 1, 2, 10, 100. Personi i lënduar është duke u trajtuar aktualisht në klinikën emergjente në QKUK. Koha ka mësuar se gjendja e tij shëndetësore është stabile. Personi i lënduar aktualisht është duke marrë trajtim në klinikën emergjente këtu në QKUK. Mjeku kujdestar Avdush Bajgora i ka thënë kohës përmes telefonit se pacienti është duke ju nënshtruar ekzaminimeve. Gjatë 10 vjetëve në Kosovë kanë humbur jetën 237 punëtorë në vendet e tyre të punës, kurse janë lënduar 1780 punëtorë. Shumica e këtyre rasteve kanë ndodhur në sektorin privat. Sindikatat e të drejtave të punëtorëve vazhdimisht kanë shprehur shqetësim për shkallën e lartë të lëndimeve dhe vdekjeve në sektorin e ndërtimtarisë. Pacientët në Kosovë kanë mbetur viktimë e procesit që ka për synim nivelimin e çmimit të barnave në treg. Ligji për çmimet e produkteve medicinale që hyri në fuqi në muajin shkurt nuk ka nisur të zbatohet plotësisht. E në treg ka nisur të vrehet mungesa një sër ilaçesh. Mungojnë edhe ato më bazikët. Pacientët kanë mbetur pa zgjidhje e kompanitë farmaceutike refuzojnë t'i furnizojnë barnatorët me produkte pasi thonë që MSH-ja ka caktuar marrë të ulët të fitimit. Në ministri nuk reagojnë ndaj kësaj situate të krijuar. Ministria e Shëndetësisë ka lënë pacientët nën mëshirën e kompanive farmaceutike. Ose duhet t'i blejnë ilaçet sipas çmimeve që i përcaktojnë ata, ose nuk mund t'i blejnë fare. Lista e çmimeve të produkteve medicinale që ka hyrë në fuqi para 2 muajsh ka shkaktuar pakënaqësi te distributorët e produkteve farmaceutike dhe medicinale deri në atë mas sa refuzojnë t'i furnizojnë barnatorët me produkte. Përveç shumë ilaçeve të tjera, në barnatore mungojnë ato më baziket, tretjet për infuzion si në ACL, ashtu edhe glukoza. Distributorët farmaceutik thonë që MSH-ja ka caktuar margjë shumë të ulët të fitimit, e cila po ashtu ka një javë që po shpërfill pyetjet se si do t'i mbrojë pacientet nga kjo situatë. Lista zyrtare e çmimeve të produkteve medicinale përmban 3011 produkte. Sipas shifrave të paraqitura aty, barnat me çmim nën 100 euro kanë marrë shfitimi për kompanitë rreth 25% e ato mbi rreth 10%. E çmimi me pakicë në barnatore rritet në shumicën e tyre edhe për rreth 10%. Bari më i shtrejt aty Tafamidisi, që kushton 11.558 euro e 80 cent, ka marrë shfitimi për kompanitë 1.155 euro e 88 cent, e për barnatore edhe 1.017. Ky ilaç nuk gjendet në barnatore e në agjencinë e barnave nuk treguam pse. E bari më i lirë vitamin B6 që kushton 14 cent, ka marrë 3 cent, tani shitet 1 euro 20 cent o 10 fish më shtrejt.
Medikamenti tjetër që deri më tani është shitur afro 67% më shtrejt është ilaçi për kancer Avastin i 400 mg. Çmimin me shumicë e ka 836 euro e 88 cent. E në rastet kur gjendet në treg, pacientët e blejnë atë me çmim rreth 1400 euro. Ministria ja ka caktuar çmimin 994 euro e 21 cent. Një produkt tjetër ilustrues si hormoni i tiroidës Euthyrox, 25 mg tregon se ai shitet sa 3 fishi i vlerës së blerjes. Çmimin me shumicë e ka 52 cent, e pacientët e blejnë 1 euro e gjysmë. MSH-ja ja ka caktuar çmimin 70 cent. Aty përfshihet marzha për kompanitë 25% dhe ajo përshitje me pakicë 10%. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë treguar nëse e dinë që lista nuk po zbatohet, as për paknacitë e distributorëve dhe as që pacientët janë bërë viktimë. Ka gati 2 javë prej kur koha ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë nëse janë identifikuar kompanitë farmaceutike që kanë ndërprer furnizimin me barna duke lënë qytetarët pa produkte bazike dhe nëse Ministria do të ndërmarrë ndonjë masë ndëshkuese ndaj tyre, por se në këtë institucion nuk kanë ofruar përgjigje. Shoqata e distributorëve farmaceutik është e pakënaqur me marzhën, thotë se ajo është 7.5%. Veç shteti në momentin e importit të barnave e vjel të vëshën prej 8% neto, kurse importuesve, distributorëve i është përcaktuar marzha 7.5% bruto. Kjo marzh nuk mbulon as kostot bazike për të mundësuar regjistrimin dhe vendosjen e produkteve në treg. Si rrjedhoi, ka mungesë të produkteve në treg. Një vit e gjysmë janë dashur Ministrisë së Shëndetësisë që ta bëjë listën finale zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale, si obligim që derivon nga ligji për çmimin e produkteve medicinale, i miratuar më 2023. Ligji ka për qëllim të sigurojë kostot të përballueshme të produkteve medicinale për qytetarët, duke përcaktuar dhe nivelizuar çmimet e tyre në treg. Edicionin e vazhdoj me lajmin kryesor nga bota. Ka nisur zbatimi i tarifave bazë fillestare prej 10% të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa me 9 prill pritet të hyjë tarifa nga 11% deri në 50%. Tregjet e aksioneve në SBA ka mësuar humbje triliona dollarësh në vlerë dhe parashikohet rritje inflacionit e edhe ngecje ekonomike. Ka hyrë pjesërisht në fuqi vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për tarifa reciproke ndaj shumë shteteve, duke përfshirë edhe Kosovën. Ndërkaq për 57 partnerët më të mëdhenj tregtar të SBA-s do të fillojnë të zbatohen gjatë javës së ardhshme. Më 2 prill, presidenti Trump ka shpallur tarifa reciproke ndaj të gjitha vendeve që kanë tarifa ndaj produkteve amerikane, duke përfshirë edhe aleatët perëndimor. Vendimi për tarifën fillestare bazë prej 10% nisi së zbatuarit të shtunën në portet e tëre, aeroportet dhe magazinat doganore të SBA-s. E tarifat që variojnë nga 11 deri në 50% do të hyjnë në fuqi të mërkurën. Të shtunën përmes rrjetit të tij social Truth Social, Trump i ka kërkuar durim pas humbjeve në tregjet të aksioneve. Administrata po kthen vendet e punës dhe bizneset si asnjëherë më parë. Ky është një revolucion ekonomik dhe ne do të fitojmë. Qëndroni të fortë, s'do të jetë lehtë, por rezultati në fund do të jetë historik. Pas vendosjes së tarifave, kompanitë amerikane të njëjtën kanë pësuar humbje triliona dollarësh si vlerë. Çdo sektori i ekonomisë ka pësuar rënje më të madhe që nga viti 2020 gjatë krizës së pandemisë COVID-19. Shumë ekonomisti quajtën tarifat më të dëmshme se sa pritej dhe investitorët shitën aksionet në kompani që ata e parashikuan se do të vuajnë më së shumti nga ajo që është taks biznesore. Në shumë raste tarifa do të paguhet nga konsumatorët. Nëse konsumatorët kursejnë shkaku i çmimeve të larta, bizneset do të prodhojnë më pak produkte dhe rritja ekonomike mund të ngecë apo të bjerë. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se bizneset do t'i përshtaten ndryshimit. Bizneset anë mban botës, të përfshira në tregti dhe në tregtim botrore, thjesht duhet të dinë se cilat janë rregullat. Kur të kuptojnë se cilat janë rregullat, atëherë do t'u përshtaten atyre rregullave.
Sipas shtëpisë së bardhë, pavarësisht tarifave të mëhershme, në mars në SBA janë shtuar 228.000 të punësuar, afërsisht 100.000 më shumë se sa kishin parashikuar ekonomistët. Por gjatë ditës, kundërshtarët e Trumpit dhe këshilltarët e tij të afërt si Elon Musk kanë organizuar protesta në të gjithë SBA-n me sloganin Hands off apo duar larg. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Ballkanin Perëndimor nga data 7 deri më 9 prill. Ajo do ta vizitojë Malin e Zi, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. E gjatë këtij turneu, ajo nuk ka paraparë ta vizitojë Kosovën dhe as Serbinë. Në Malë të Zi, Kallas do takohet me presidentin Jakov Milatović dhe kryeministrin Miloj Kospajić. Ajo do të zhvillojë takime me organizata të shoqërisë civile dhe do të marrë pjesë në një inspektim të pajisjeve të financuara nga Fondi Evropian i Paqes. Në Tiranë, përfaqësuesja e lartë do takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Konferenca për shtyp me kryeministrin Rama do të mbahet më 8 prill në orën 10:25. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Kallas do të hapë zyrtarisht dialogun e parë të sigurisë BE Shqipëri. Në Bosnjë-Hercegovinë, Kallas do t'i vizitojë trupat e misionit të BE-s, EUFOR, dhe do takohet me anëtarët e presidencës. Pashtu do zhvillojë takime me kryeministren Borjana Kristo dhe ministrin e jashtëm Elmedin Konaković. Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, Lamir Thaçi, ka thënë se janë ndërmarrë veprime shtesë për të hequr dyshimet për mishin e pulës me origjinë nga Brazili, pasi në Shqipëri u gjetën 8 milion mishi kontaminuar me salmonel. Thaçi thotë se AUV ka realizuar kontrolle shtesë në import dhe në pika shitjeje, duke marrë mostra për testim. Sasitë e dyshuara janë tërhequr dhe bllokuar deri në daljen e rezultateve. Pas gjetjes së 8 tonëve mish të kontaminuar me salmonel në Shqipëri, me origjinë nga Brazili, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për të larguar dyshimet për mishin e pulës me origjinë nga Brazili. Zëdhënësi i AUV-it Lamir Thaçi ka thënë se kanë realizuar kontrolle shtesë në import dhe në pikat e shitjes duke marrë mostra për testim. Ditë të këtij raportimi, ne kemi nisë ndërmarrjen e veprimeve ekzekutive në teren. Kemi ngrit masat e kontrollit në kufi, ku secila ngarkesë me origjinë nga Brazili që vjen në Kosovë, kontrollohet në mënyrë të detajuar dhe merren mostra për testime laboratorike. Dhe deri më tani janë 7 ngarkesa të cilat kanë ardhur dhe 8 shtatat janë mostruar dhe janë të bllokuara deri në nxjerrje të rezultateve. Sasitë për të cilat janë duke u kryer testime mikrobiologjike, Thaçi thotë se janë tërhequr dhe bllokuar deri në daljen e rezultateve. Po ashtu në kontrollin e brendshëm, kemi kontrolluar në disa pika shitse, të cilat përveç kontrolleve, urdhëresës për tërheqje dhe bllokim të përkohshëm deri në nxjerrje të rezultateve, ne po ashtu kemi inspektuar edhe depon e importuesit, të cilët i kemi bllokuar sasinë që ka pas në stok, e po ashtu kemi dhënë urdhëresën për tërheqje të një produkti të caktuar. Dhe tani jemi duke i prit rezultat. Deri më tani janë 10 mostra të cilat kanë mërrinë në laborator dhe ka fillu procesi testimi tyre. Në ditën që do dalin rezultatet, ne me njëherë do t'i komunikojmë për media dhe qytetarët. Thaçi ka njoftuar se rezultatet e testimeve priten në ditët vijuese. Një javë më parë në Shqipëri u gjet 8 tonë mish të kontaminuar me origjinë nga Brazili. Mishi i pulës i kontaminuar me salmonel përbën kërcënim për shëndetin, pasi infeksioni i salmonelës mund të shkaktojë ethe dhe dehidrim. Mjekët thonë se këto simptoma shfaqen 8 deri në 72 orë pas konsumit të infektuar. Në 26 vjetorin e masakrës në Rezall të Skenderajt, familjarët kujtuan ditët e tmerrshme të prillit 1999, kur forcat serbe në përpjekje të zhdukjes së krimit, pas vrasjes së civilëve, u arrëmbyen dhe zhdukën kufomat. 29 prej tyre janë gjetur në një varrezë masive në Rudnicë të Rashkës, e 7 tjerë janë gjetur në Kishevak. Kryeministri në detyrë Albin Kurti përkujtoi 98 burra dhe djemë të rinj që u shkatuan nga forcat e armatosura të Serbisë. Tha se kjo dhe masakrat e tjera të kryera nga Serbia janë dëshmi e gjenocidit në Kosovë, që njihet edhe potrisht.
Sot dhe gjithnjë u bë thirrje partnerëve ndërkombëtar që nga Serbia, si përgjegjëse për vrasjen dhe zhdukjen e të dashurve tonë, të kërkojnë zbardhjen e plotë të fatit të tyre, tha kryeministri Kurti. Edhe presidenti Osmani ka përkujtuar masakren e Rezallës dhe ka kërkuar drejtësi për viktimat e kësaj masakre. Ajo ka thënë se masakra e Rezallës ishte pjesë e një plani sistematik të shtetit serb për shfarosje. Ne nuk do të ndalemi së kërkuar i drejtësi, sikurse as duke i kujtuar dhe nderuar për herë, ka shkruar Osmani. Me më shumë se 17.000 raste të regjistruara, viti 2024 ka shënuar niveli më të lartë të infeksioneve respiratore brenda një dekade. Mjekët të sëmundjeve të mushkrive dhe njohës të ambientit e identifikojnë dotjen e ajrit si një nga faktorët të mëdhenj që ndikon në dëmtimin e rrugëve të frymarrjes. Gjatë 2024-s është shënuar numri më i lartë në 10 vjetët e fundit i rasteve të infeksioneve të traktit të poshtëm respirator. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, janë regjistruar mbi 17.000 raste të hospitalizimeve për shkak të sëmundjeve të mushkrive, që i bie rreth 990 raste për 100.000 banor. Pulmologu Skënder Baca thotë se ndotja e ajrit është një ndër faktorët më të rëndësishëm që ndikon në shëndetin respirator, por jo shkaku kryesor i këtyre sëmundjeve. Se mirët me përqindje në shëndetin e traktit respirator, po edhe shëndetin e përgjithshëm, mundet ndotja e ajrit të jetë diku 20-30% si faktori dëmtimit, duke filluar prej infeksioneve akute, ato dëmtimeve kronike dhe si që është për shembull sëmundja kronike obstruktive pulmonare, cila ka edhe invaliditet edhe vdekshmëri, mjaft të madhe, e deri domethënë edhe ato që ka potencuar jo që është faktor që kontribuon në vdekjen e parakohshme. Sipas tij, qëndrimi për një ditë në ajër të ndotur mund të shkaktojë infeksione akute, ndërsa ekspozimi i vazhdueshëm për vite me radhë ka pasoja më serioze në shëndet. Nëse i nështrohemi një faktorit të ndotjes të ambientit, siç është tymi gaznat e automobilit në semafor mas shumti apo në ndonjë vend tjetër, në garazha për shembull, po ashtu të paventilume, atëherë domethënë një ditore, 2 ditore mund ndodh infeksionet akute respiratore zakonisht të traktit sipër. Kurse në aspektin kronik është shumë më rëndësi domethënë ndotja e ambientit, sepse ne nuk e vrejmë atë fare, mirë po mas 10 vjetëve, 15 vjetëve, dikush thotë jam bo më i ndihshëm e tjera, që është e vërtetë sepse domethënë trakti i tyre respirator është dëmtuar në mënyrë kontinuele. E njohësi i ambientit Besnik Shabiu thekson se qytetarët në Kosovë janë të ekspozuar në mënyrë të vazhdueshme ndaj ndotjes së ajrit, veçanërisht për shkak të mënyrës së ngrohjes me dru apo thëngjell në shumicën e ekonomive familjare. Prej grimcave të cilat zakonisht emitohen prej ajrit të ndotë, domethënë prej djegjes që dalin prej termocentraleve, edhe makinave kështu me radhë, natyrisht i kemi oksidet e karbonit, mandej dioksidin e sulfurit, azotit, grimcat e plurit, nga veturat i kemi hidrokarburet e kështu me radhë. Gjitha këto natyrisht e kanë edhe efekt zinxhiror, jo vetëm në aspektin mjedisor, por edhe në aspektin shëndetësor. Por qytetarët e vendit tonë ju përshpejtohet aspekti, domethënë numri i vdekjeve është përshpejtuar si rezultati ndotjes së ajrit. Sipas Agjencisë së Statistikave, gjatë dekadës së fundit, viti pandemik 2020 ka shënuar numrin më të ulët të rasteve të infeksioneve të traktit të poshtëm respirator, gjithsej 6.190 raste. Kjo kohë korespondon edhe me kufizim të qarkullimit dhe me ulje të aktivitetit ekonomik. Në Drobesh të Vitis, disa banor ankohen për mungesë të ujë të pishëm. Rrjetë ujësjellësit ka, por jo edhe furnizim. Po ashtu ankohen se ujërat të zeza kanë ndotur edhe bunarët. Në komunë nuk deshën të flasin nga kompania Hidromorava, thanë se vetëm një pjesë e fshatit ka probleme me furnizim. Ujë s'kemi i në hall. Sabit Sejdiu, banor në fshatin Drobesh të Vitis, se thotë se prej afro 6 vjetësh kanë probleme me ujë të pishëm. Sipas tij, rrjeti ujësjellësit është i shtrirë në fshat, mirë po në të nuk ka ujë.
Për ta bërë situatën edhe më të rëndë, banorët nuk mund të shfrytëzojnë as bunarët që kanë, pasi thonë se uji është ndotur nga një përrosk që kalon në përfshat. Banorët i kemi, po banorët nuk i përdormi, se kemi këtë ujrat e zeza të fshatit Smirë, pse ku është nalta që fshati Smirë, edhe i kanë shkarku këto mbi fshatin tonë ujrat e zeza, i kanë shkarkuun. Jo kanë bërë një farë rezervari aty, jo grupë septike, sa do pak do më thonë një kolon, një filtron ujrat e zeza, po aty do më thonë shkarkuone. Sejdiu thot se bashkë me banorët e tjerë, ujin që e përdorin për pije, gatim me pastrim, detyrohen ta marrin në fshatra për rreth ose edhe ta blejnë. Unë për veti për çdo ditë në ditë që ku i kam kamenetat në barë. Një kamenet e lanë rregullisht në shtëpi e lanë, nuk jam punë, një kamenet edhe dalin mushin ujë, mos them edhe për çdo ditë, disa herë edhe për çdo ditë. Përfaqësuesi i këtij fshati, Bislim Bislimi, u shpreh se në komunën e Vitis kanë dorëzuar disa herë ankesa, por nuk kanë marrë përgjigje. Atje do të ku është ajo pusja, ajo puseta ku kanë grumbulluar ujin e zeza, do të lidhet spaku me pusetat e fshatit Drobesh, kështu që mos të ndotet kjo procka dhe eliminon në një farë mënyrë eliminon ndotjen të mase. E drejtori i shërbimeve publike në Viti, Basri Aliu, u shpreh i habitur me problemin. Drejtori i kësaj drejtorie, Basri Aliu, tha se nuk është në dieni dhe se nuk e di se ka pranuar kërkesa nga banorët e këtij fshati për këtë problem. Ai na tha që të presim 30 deri në 1 orë për një përgjigje të tij për shkak se është duke shkuar në një takim me kryetarin. Ekipi i kohës qëndroi për rreth 1 orë në objektin e komunës, por drejtori Aliu nuk u paraqet. Ndërkohë në kompaninë Hidromorava, që është përgjegjëse për furnizim me ujë në këtë komunë, thanë se vetëm një pjesë e fshatit nuk ka ujë. Arsyeja pse kjo pjesë nuk mund të furnizohet prej rrjetit të ujësjellësit është mbi ngarkesa në të. Shtimi i konsumatorëve në Viti, sidomos punimi ndërtesave të lartë. Në vitin 2000 kanë qenë afro 400 konsumatorë, kurse tani janë rreth 3200 të tillë. Edhe në disa fshatra të tjera të Vitis është i shtrirë rrjeti i ujësjellësit, por ujë nuk ka. Në vazhdim e kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të ditës. Në Prishtinë protestohet ndaj propozimit të ZRE-s për rritjen e çmimit të rrymës për rreth 15%. Paralajmërohet sërish protestë me 11 prill nëse ZRE-ja nuk sëmbrapset. Shembedeu në një vend punishte në Vetenik, një punëtor 40 vjeçar nxirret i vdekur e një tjetër dërgohet në ÇKUK. Policia thotë se po punojnë për sqarimin e rrethanave. Shefja e diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, javën e ardhshme do ta vizitojë për herë të parë Ballkanin Perëndimor, por jo edhe Kosovën. Pacientët mbesin viktime procesit që ka për synim nivelimin e çmimit të barnave në treg. Kompanitë farmaceutike duan fitim të shumëfisht, MSH-ja nuk reagon ndaj mos furnizimit. SBA-ja nis zbatimin e tarifave fillestare prej 10% të vendosura nga Trumpi. Dikimi i tyre ndihet në të gjithë botën. Tregjet e aksioneve në SBA kësojnë humbje triliona dollarësh. Shikues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.